Sipërmarrësja italiane humbi jetën pas ndërhyrjes kozmetike në Stamboll. Një sipërmarrëse italiane ka ndruar jetë pas një ndërhyrje kirurgjikale kozmetike në Stamboll. Mediat italiane raportojnë se 56 vjeçaria Milena Mancini ndroi jetë pas 20 ditësh në kujdesin intensiv në Spitalin Universitar të Stambollit. Ajo ishte larguar në fund shtatorit së bashku me vajzën e saj pas hapjes së një agjencie të re, Jupi Mobilare në Frosinone. Udhëtimi ishte për një klinik private në Stamboll, ku sipërmarrësja kishte vendosur të nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjikale kozmetike, liposukcioni të barkut, një procedurë thuajse rutinë. Por diçka shkoi keq. Rreth 36 orë pas operacionit, Milena Mancini filloi të përjetonte dhimbje stomaku gjithmonë më të forta, duke kërkuar ndërhyrjen e mjekëve në Spitalin Medical Park. Raportet fillestare nga Stambolli sugjerojnë për një dëmtim, një zor të shpuar që me sa duket të shkaktuar gjatë operacionit. Gruaja u shtrua në kujdes intensiv dhe të afërmit e saj u informuan. Ata fluturuan për në Turqi ditë më parë, kështu që ndërsa ditët kalonin, gjendja e saj u përkeqësua dhe sipërmarrësja vdiq në mëngjes. Konsullata italiane në Stamboll ka qenë në kontakt me familjarët e gruas kur situata e saj u përkeqësua dhe aktualisht po u ofron atyre ndihmë. Trupi pritet kthehet në Itali. Dhe sipas raportimeve është arritur një marrëveshje me autoritetet turke për të lejuar kryerjen e autopsisë në Turqi. Mediat italiane raportojnë se Milena Mancini ishte vajza e industrialistit Alvaro Mancini, një nga themeluesit dhe drejtorët e Indesa SpA, një kompani e themeluar në mesin e viteve 1900 që operon në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare si partnere për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e komplekseve të prodhimit të sektorëve strategjik, duke përfshirë pulpën dhe letrën, automobilat, energjinë, mikroelektronikën, kimiko-farmaceutikën, bërthamoren dhe ushqimin.